Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po takohemi ditën e sotme. Unë vazhdoj t'ju kërkoj falje në fakt për gjendjen time, por kam kaluar një viroz të rëndë edhe do t'ju kisha këshilluar të gjithëve që kujdesuni për veten, nga që viroza është shumë e keqe. Pa marrë parasysh që marrim terapi, pa marrë parasysh që ndjekim trajtamentet mjekësore, viroza është skandaloze. Ditën e sotme dua të komentoj suksesin e Gjestit. Gjesti, një djalë vetëm 25 vjeç, me pasion shumë, me ëndra shumë, me dëshira shumë, ditën e djeshme pushtoi medien sociale. Kënga e shumë komentuar, Veshu e ndrequ, është një këngë që priteshte me shumë dashuri, me shumë energji të madhe nga publiku shqiptar, për ta dëgjuar këtë këngë, për ta parë tematikën e kësaj kënge, po qoftë edhe për ta komentuar këtë këngën. Veshu e ndrequ është kënga që dje në orën 18 pushtoi zemrat e të gjithëve. Deri më tani, në këtë moment që unë po komentoj, kënga ka kaluar 850.000, që nuk kupton, po realizojmë këtë matematikën që ne bëm të menjëhershme në suksesin e kësaj kënge, që thamë që për vetëm një ditë kënga do të arrijë 1 milion klikime dhe vërtet po i arri 1 milion klikime, sepse deri më tani është bërë 18 orë që kënga është bërë publike dhe do të arrijë 1 milion klikime. Gjesti është shumë i lumtur për këtë sukses, Gjesti është shumë i gëzuar për këtë sukses, jo që këngët e mëhershme nuk i ka patur të klikueshme, i ka patur të klikueshme, por këtë këngën e ka nga një sukses që ai e luftoi me djers. E ka nga një sukses që ai e luftoi me mund, e ka nga një sukses që ai qëndroi 7 muaj mbyllur për të arritur në këtë suksesin. Dhe nëse flasim për manifestimin, në këtë rast Gjesti manifeston 2 gjëra. Manifeston dhuratën që Zoti i dha, suksesin e garantuar në këtë drejtim, dhe manifeston dhe suksesin tjetër që të gjithë shqiptarët vazhdojnë ta duan pafund. Ju e dini që kënga Veshu e ndrequ është një këngë që është bërë hit akoma pa dalë, është një këngë që këndohet nga të gjithë akoma pa u bërë publike, është një këngë që shumë goca e përdorën për TikTok, që i bëjnë këto videot amatore. Do të thënë, është një këngë që erdhi me shumë dashuri, erdhi me shumë adrenalin, erdhi me shumë pozitivitet, vetëm e vetëm për të qenë tek të gjithë shqiptarët. Dhe Veshu e ndrequ është një këngë që do të jetë hit i veror. Klipi, tani do ta komentojmë pa këngën, klipi ishte shumë i bukur. Kishte shumë ngjyra, kishte shumë emocion, kishte shumë pasion. Në fakt, do kisha dashur që të ketë edhe pak më shumë pjesë, sepse kënga është xhiruar në Austri, në Vjenë, do të thënë tek muzeu që unë ua kam pas treguar më parë, që është një super muze fantastik. Ato të cilët jetojnë në Vjenë e dinë shumë bukur se për kë muze bëhet fjalë. Në muze është zhjiruar vetëm kjo pjesa me divanet e verdha, më pas do me thënë kemi shumë pjesë të tjera që ndoshta edhe nuk janë përdorur për sekuenca në videoklip, por gjithsesi klipi ishte i bazuar mes një gocës, Gjestit, edhe gjithë historisë që Gjesti në fakt po e përshkruante. Veshu e ndrequ nuk është një këngë me temë, nuk është një këngë si do ti përshtatesh te këngës e Eglit, për shembull, që ka një tematik. Veshu e ndrequ është një këngë rinore, dallon nga këto këngët me temë, është një stil i Gjestit, ashtu siç Gjesti e ka sjellë gjithmonë mënyrën e këndimit të tij, interpretimin e tij, artin e tij, do të thënë nuk është një diçka që është risi, është Gjesti në të gjithë formën e tij. Gjesti nuk është se kishte dalë nga vetja me këtë këngën, dhe pikërisht artistë të suksesshëm janë ato artistë të cilët nuk dalin nga vetja. Është një kombinim shumë i bukur mes Eglit edhe Gjestit, do të thënë këngës i erdhët, por Veshu e ndrequ është një këngë fantastike. Unë e përgëzoj projektin e parë të Gjestit pas Big Brotherit, shpresoj që me shumë intensitet të sjellën dhe projekte të tjera. Publiku ka nevojë për projekte të bukura. Kënga po merr jehonën e madhe, kënga po merr dëgjimin e madh. Gjesti po punon me shumë intensitet, do të thënë nga projekti në projekt, nga kënga në këngë. Gjesti po lufton në fakt për të qenë në skenë dhe po e punon këtë gjë. Tani këto koncertet e ardhshme do kenë fatin ta ndëgjojnë këngën nga fillimi në fund, sepse në koncertet e deri më tanishme
Gjesti nuk e pati këtë luksin, që të me thënë shqiptarëve tua këndon këngë, ndërsa tani është tjetër. Por suksesi është i garantuar. Kënga erdhi perfekte, më pëlqeu, shumë punë e bukur, tekst interesant, këndim interesant, orkestrimi i bukur, mënyra se si ishte punuar klipi shumë i bukur, ngjyrat shumë verore, do me thënë kishte dashuri në këngë, kishte pozitivitet në këngë. Gjestin unë e kam thënë, e karakterizon gjithçka, e karakterizon klipi, e karakterizon ngjyra, e karakterizon kënga, e karakterizon kërcimi, e karakterizon energjia, e karakterizon mënyra e buzëqeshjes. Do me thënë gjithçka që ka të bëjë tek gjesti është një miks i bukur që e përbën këtë fenomenin gjest. Unë uroj shumë suksese, uroj që me këmbë të mbarë të shkoj çdo gjë dhe le të mos të ndaloj, le të na sjell projektet më të bukura dhe më gjigante në tregun shqiptar. Veshu e Ndreçu është projekti i parë pas Big Brotherit që Gjesti ka pushtuar kanalin e YouTube.